kanë dëshira babit më kthy se sa ke son vin parë kur si këtu këtu. Po tash edhe si Sloveni si këtu, për ata që do të punu ka punë, do të punu. Edhe pse jam shumë i ri me moshë, po kam synime të mëdha në këtë biznes, tash ta shoh shpënajt. Jam vetë 22 vjeçar. Për moshatarët e mi, do të më punu. Fillim unë jam nis me kamarier, kam punu në Kosovë, para se më shkoj në Sloveni, do të më punu tan kohën, kam punu panal, me mbledh diçka tani më afro pak sa më rreziku pak ka edhe këtu, sidomos tash. Përkundër asaj që shumë të rinj në vendin tonë kanë vendosur të dalin jashtë vendit për të gjetur punë me mendimin për një jetë të re, 22 vjeçari Sabit Bytyçi nga Prizreni është kthyer nga Slovenia në Kosovë për të hapur biznesin e tij. Në vazhdim do të flasim me të për punën që ai e bën këtu dhe për kthimin e tij në Kosovë. Përshëndetje. Jam Sabit Bytyçi prej Prizrenit. Në industri jena që 3 vjet, jena të punu vetë fillim. Tash që kena dikon 4 vjet që janë të punu me qëtë punë, me mobilje. Po në fillim më kam pak vështirë, se jena kam fillestar, që na kam besu, tash ato jetë goxha mirë. Ka interesim, goxha mirë, punë po ka. Ma shumë punoj në vend, në rrethin Prizrenit, po jena të punu edhe këtë Kosovën, se jena të punu online, me porosi, po ka të interesim për këtë Kosovës, me raste edhe të importu jashtë. Kena që veç në Gjermani për momentin, po ma shumë jena në Kosovë. Varet këtë prej kërkesës klientit, punojna me Iveric, Mediapan, kuzhinët zakonisht janë me Mediapan, zakonisht një kuzhinë me raditje e përfundojna, varet pak për edhe prej madhësisë kuzhinës sa është, po mos kësaj për një ditë përfundohet. Kjo kuzhinë rami mrena është me Iveric, fytyrat janë me Mediapan, bagllamat i kena përdor Blum, fiokat janë prej firmës Kav. Tavolina punës është Iveric Block, kom shku në Sloveni në moshën 18 vjeçare, si çdo njeri në Kosovë për diçka më mirë, po e është problem goxha shumë. Vendosa do parit të bum, do parë bërë shpak me çeli kompani vet. Fillim pja goxha vështirë, po tani me kalimin e kohës tash mirë sa keq. Ka punu babi me këtë zanat, mas e ku marr këtu, më kanë ndihmuar fillim babi, tani derisa mora pak vet. Tash për momentin e kam komplet zanatin, nuk kam të lashë punoj edhe vet. Fillim çdo punë vështirë. Tani me kalimin e kohës mësohet nuk ka zor. Çdo punë ka ato vështirësitë e veta, po mirë sa keq. Nuk më merr që më shku jashtë me mshël këta, me këta më shkunoj se jashtë po me mshël këta më shku jashtë jo, s'besoj. Po tash edhe si Sloveni si këtu, për ata që do të punu ka punë, do të punu. Në Sloveni kena marrë disiplinë punës, u ka punu tan kohën, jena që pisa bëhet dhe mbrami kena punu, çfarë disiplinë përdorim edhe këtu. Jena pak më disiplinuar në orar të punës, në punë. Po është shumë ndryshe ku të punon për dikant tjetër, ndryshe është kur jotja e marr prej fillimit deri në fund vet. Sloveni fitimet janë shumë të vogla. Nuk është ta që ka goxha fitime, po jam shumë më mirë se në Sloveni për momentin. Për moment jam të menuar që më rrit mobilerin, që më rrit si stafi, si lokale, si çdo sen mobileri. E tani me këshyra për eksport të jashtë vendit sa më tepër. Edhe pse jam shumë i ri me moshë, po kam synime të mëdha në këtë biznes, tash ta shoh shpënajt. Jam vetë 22 vjeçar. Për moshatarët e mi, do të më punu. Fillim unë jam nis me kamarier, kam punu në Kosovë, para se më shkoj në Sloveni, do të më punu tan kohën, kam punu panal, me mbledh diçka tani më afro pak sa më rreziku pak ka edhe këtu, sidomos tash. Jo, nuk e lakmoj atjet, kam punu në gastronomi, shkallzova më herët, e kam pa jetën e tyre, kam tan kohën jam konçat të prej mëngjesit deri në mbrëmje, nuk ka që jam shumë i dhënë mas asaj jete. Me punë të jetë mirë, nërsa mas një kohë, fitojna një faliri jetë kohës edhe. Në fillim, moshën 18 vjeçare përmes një familjarit, unë e pata mundësinë me shku në Sloveni, me vizë punë, normal. Kur shkova në Sloveni, që të mujtë e parë kanë goxha të vështirë, s'kom pas kërkan aty të asë njafshëm as kur gjën e gjuhë, s'kom ditë, sen s'kom ditë. U kam vështirë pak në fillim, plus familja, më kam veç 17 vjetë, me thonë që thmi, me shku me një shtet tjetër. Për mu këthy, unë e kom pas planë mas një vit i Sloveni më dokët, mora vizën 2 vjeçare, tani më leja ke me hap një firmë atje. Kom ba plan me hap një firmë atje për me shit punëtor, thuhet në Sloveni nuk e di çfarë gjuhë që i bjen me për këty bashkë slovenisht, po kanë mohabete me shit punëtor, na për firma slovene. Po edhe pak u kanë dëshira babit më kthy se sa ke son vin parë kur si këtu. E u dash më kthy kënena me çel këneme po nuk e. Po si çdo kush në vend vet apo dën. Është goxha mirë ku punojsh në Kosovë, këtë janë që mund të marr vesh me secilin, edhe që e njohim, jena rrit këtu. Po pak më mirë. Normal që urret tepër motivi punës kur u kthym në Sloveni, se patëm që nuk i shkon në Evropë ashtu siç na thëshin këtë. Apo dhe na lart me punu, me të bue, nuk i shkon bashkë ashtu, do kemi punu goxha shumë me mbledh shumë pak. Kur u kthym në Kosovë, patëm që Kosova si shkon bashkëç. Normal që më shumë dashuri për punë edhe më shumë të punue. Po, kjo ka pjesë shumë e vështirë, se unë kam jetuar në banesë me punëtor, nuk ka që kam pas në banesë temën, me punëtor u kam banesë, ai na kanë goxha shumë punëtor, bukën e kena pas, ato që kena blen furr diçka, nuk ka që kena parë diçka të gatshme, çka kena gjetë kena hongër.
Tash pak më ndryshe. Para punojnë ashtu deri 11, por kur shkojnë në shtëpi kam shumë sene gati. Ku të fillojna me punën nxjerrja planit, premia, masat, ka goxha vështira për din fillim. Po ku të përfundon, besoj apo shihet. Ani faletësia. Kur klientët janë të kënaqur, që ajo është goxha mirë për neve, na leton apo den atë punën tonë. Nuk ka që njëmi vështirësi. Klienti më do i kënaqë që ajo për neve prioritet për momentin. Punat e na shkon këtë sistem, ne na të punojmë online, shkallëzohet edhe më herë. Ti kena do faqe, po vështirë klientin përmes videos me besu a puna mirë ajo. Po në moment që punojna me një shtëpi, shpesh herë mështëria don tepër të kënaqë, jo familjarët e tina, jo këshia e tina, dikush ka më pa të punë, kam la kontaktu, vina të punu banal, domethënë që 3 vjet jam të punu që të punë, Allah subhanallahu ndodh me pushue. Në këtë punën tonë e kena çdo ditë të njëjtë. Kena montuar një ditë në kuzhinë, një ditë në dhomë, pa më parasysh në çdo ditë jam të punë të mobilja. Nuk ka që na vjen me sen shumë interesant. Po për kujdesëm deri në detaje më të vogla, që klienti më do i kënaqë, se për klientin që ajo kuzhina, që ajo dhomë, ka me zgat 5 vjet, 10 vjet. Ai ka më konton kohën për ballë saj. Këshyrim deri në detaje më të vogla me dal perfekt.